Në praninë e disa nxënësve dhe mosimdhënësve të shkollave fillore të komunës së Gjakovës, shtëpia botuese Dukagjini ka bërë sot promovimin e lektyrave shkollore të botuara nga kjo shtëpi botuese. Liridona Bytyqi, redaktore në shtëpinë botuese, është shprehur se kjo javë shënon fillimin e aktiviteteve të tyre, duke vizituar sot Gjakovën. Bytyqi ndau edhe detaje tjera në lidhje me librat që u promovuan sot. Kjo javë është veç fillimi i aktiviteteve tona. Ne sot kemi ardhur në Gjakovë, kemi disa nxënës të disa shkollave fillore të Gjakovës, me të cilët do të paraqesim lektyrat tona shkollore që ne i kemi krijuar për fëmijët nga klasa e parë deri në klasën e 5. Këto lektyra janë të autorëve të ndryshëm, ka autor shqiptar dhe ka edhe autor botror, të cilët janë të caktuar fiks për nivelin e tyre që e kanë pranë në shkollë. Secila klasë ka gjithashtu edhe ilustrime, për shkak se këto lektyra janë të pajisura me ilustrime të ilustratorëve shqiptar, që janë të krijuara, janë të gjitha unike, dhe gjithashtu ka edhe një aparatur didaktike në fund të secilës lektyrë, ku do të ketë pyetje rreth asaj që ata kanë lexuar, për t'u nxitur edhe mendimin kritik në të njëjtën kohë dhe për t'u bërë pak ta rikujtojnë se çka kanë lexuar dhe gjithashtu edhe se si janë ndjerë në të njëjtën kohë gjatë leximit të këtyre lektyrave. Tutje Bytyqi shtoi se do të vazhdojnë me aktivitete të tjera për promovimin e lektyrave. Falenderues si shtëpi botuese ndaj mësimdhënësve dhe mësimdhënësve që kanë qenë të gatshëm të bashkëpunojnë me ne dhe kanë sjellë disa nxënës. Sigurisht që nuk ka qenë e mundur që të vinë të gjitha shkollat, ne po mundohemi pak nga pak që të organizojmë aktivitetet të tilla dhe të përfshijmë disa nxënës, por sigurisht ne do të vazhdojmë prap edhe me aktivitete të tjera, ku do të mund të kemi më shumë kontakt me fëmijët, edhe në këtë aktivitet dhe në të gjitha aktivitetet e tjera që bëjmë, ne mundohemi që të ketë edhe interakcion mes nesh dhe fëmijëve, të mos flasim vetëm ne dhe vetëm tu paraqisim se çka kemi punuar, por që edhe t'i dëgjojmë edhe mendimet e tyre, si të fëmijëve, ashtu edhe të mësimdhënësve, për shkak se edhe mësimdhënësit do të kenë këshilla apo komente për ta bërë sigurisht edhe punën tonë më të mirë, po ashtu edhe në shërbim të tyre, për shkak se mësimdhënësit punojnë çdo ditë me fëmijët dhe e dinë se çka u përshtatet dhe çka mund të ndryshohet dhe të bëhet më mirë. Ndërkaq mësuesja Mirlinda Efendia tha se bashkëpunimi me shtëpinë botuese Dukagjini është i kahershëm dhe fëmijët duke qenë lexues të vegjël të apasionuar pas librave, magjia e tyre i tërheq ngado. Bashkëpunimi jonë me shtëpinë botuese Dukagjini ka vite është i kahershëm dhe mjaft rrethënës, shërben mjaft, sepse fëmijët tonë janë lexues të vegjël të apasionuar pas librit, magjia e librit i tërheq gjithnjë. Jo vetëm nga biblioteka shkollës tonë, biblioteka e qytetit, por edhe në librari të ndryshme janë mjaft të furnizuar me libra për fëmijë. Aty gjejnë dëshirat e veta, preferencat e veta. Një nxënës i pranishëm tregoi edhe për librin e tij të preferuar. Unë lexoj libra, libri jam i preferuar është Frymëzimi im, sepse ka shumë tregime dhe është libri jam më i preferuar sepse në shkollën time unë me shokët e mi patëm lexuar atë dhe na pat pëlqyer. Ajo ka pas shumë mesazhe të mira dhe tregime të mira. Përveç promovimit të lektyrave, u mbajtën edhe diskutime dhe aktivitete të ndryshme kulturore e edukative, të cilat ndikojnë në nxitjen e mendimit kritik tek fëmijët.